Siguria ushqimore në Shqipëri prej vitesh është kthyer në shqetësim dhe kërcënim serioz për jetën e konsumatorëve. Rasti I fundit ai qumshtit formul për foshnjë, Aptamil Pronutra 1, ku konstatuan element potencialisht të rrezikshëm për shëndetin, e ka rikthyer këtë temë në qendër të vëmendjes, jo sepse është një rast I paprecedent, por sepse është një tjetër hallk në një zinxhir të gjatë incidentesh që tregojnë se sistemi reagon zakonisht pasi rreziku ka hyrë në treg dhe jo përpara se të ndodhë. Alarmet për këtë produkt nuk u ngritën nga institucionet shqiptare, por nga mekanizmat evropian të sigurisë ushqimore, konkretisht nga sistemi evropian I alarmit të shpejtë për ushqimin, I cili sinjalizoi praninë e një toksine bakteriale që shkakton rrezik serioz për foshnjat për shkak të sistemit të tyre imunitar të papjekur. Vetëm pas këtij njoftimi, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit reagoi me njoftime për tërheqjen e produktit nga tregu dhe këshillimin e prindërve që të mos e përdorin. Megjithatë, në media është raportuar se në Shqipëri janë futur rreth 300 kuti me qumësht Aptamil Pronutra 1 dhe dyshimet janë se një pjesë e tyre janë përdorur. Megjithatë, pyetja kryesore nuk është nëse produkti u tërhoq, por përse u desh ndërhyrja nga jashtë që rreziku të identifikohej. Sa kohë kishte ky qumësht në raftet e tregut shqiptar? Sa është numri familjeve që mund ta kenë përdorur dhe mbi të gjitha, pse filtrat e kontrollit në hyrje të tregut nuk funksionuan në kohë. Në një sistem të shëndosh sigurie ushqimore, produktet për foshnja trajtohen si kategori me rrezik maksimal dhe I nështrohen kontrolleve shumë më të rrepta se sa ushqimet e zakonshme. Fakti që ky rast u zbulua nga jashtë dhe jo nga analizat vendase, tregon një dobësi strukturore që shkon përtej një incidenti të vetëm. Edhe pse një nga rastet më të rënda, qumshti Aptamil Pronutra 1, nuk është produkti vetëm që ka rrezikuar seriozisht jetën e konsumatorëve. Gjatë 2 viteve, 2023-2025, sistemet e alarmit ushqimor kanë identifikuar 10 ngarkesa me produkte me pesticide mbi normë ose me mbetje të substancave të ndaluara nga Bashkimi Evropian, duke përfshirë mbi 8200 kg speca që u bllokuan për shkak të pranisë së pesticideve. Në të njëjtën periudhë, një kontroll rutinë zbuloi se rreth 700 kg mandarina me pesticide kishin qarkulluar në treg dhe dyshohet se një pjesë e konsiderueshme e tyre u konsumuan nga qytetarët. AKU pranoi se produktet u zbuluan vonë dhe se sistemi I gjurmëshmërisë ishte I paplot dhe pa dokumentacion origjine, duke nxjerrë në pah dobësitë e sistemit të kontrollit përpara tregut. Në mënyrë të ngjashme, në pranverën e vitit 2025, rreth 52 kg lule shtrydhe të importuara nga Greqia u shitën në treg para se analizat të konfirmonin mbetje të pesticideve mbi normë dhe AKU pranoi se sasia ishte konsumuar plotësisht përpara se të njoftonte konsumatorët dhe të ndërmerrte masat e tërheqjes. Shqetësime janë vërejtur edhe në sektorin e eksporteve bujqësore, kryesisht nga vendet e Bashkimit Evropian. Slovenia dhe shtetet e tjera kanë bllokuar ose shkatruar sasi të konsiderueshme të produkteve shqiptare, përfshirë speca dhe domate me mbetje të pesticideve, pjeshkë dhe fruta me përmbajtje të lëndëve të rrezikshme si nikel, dhe janë raportuar raste kur eksportuesit u arrestuan pas gjurmimeve të falsifikimit të dokumenteve laboratorike. Po ashtu në vitin 2024 dhe 2025 u raportuan disa raste importesh me shipule të kontaminuar me salmonel, ku një pjesë e produkteve kishte hyrë në treg përpara se analizat laboratorike të konfirmonin praninë e bakterit. Në këto raste, reagimi institucional u fokusua më shumë në menaxhimin e komunikimit publik sesa në sqarimin e plotë të rrezikut. Informacioni për konsumatorët ishte I pjesëshëm, shpesh I vonuar dhe nuk u shoqërua me një transparencë të plotë mbi sasinë reale të produkteve të konsumuara. Një tjetër rast domethënës ishte ai misri të importuar me përmbajtje të lartë aflatoksine, një substancë kancerogjene që përmes ushqimit të kafshëve futet drejt për drejt në zinxhirin ushqimor dhe përfundon në qumësht dhe produkte bulmeti. Autoritetet bllokuan disa ngarkesa në dogan, por raportime të pavarura dhe reagime nga sektori bujqësor ngritën dyshime se jo I gjithë produkti kontaminuar u izolua. Këto dyshime nxjerrin në pah një problem kyç, mungesën e një sistemi të besueshëm gjurmëshmërie, ku çdo produkt të mund të ndiqet nga pika e importit deri tek konsumatori final. Këto situata të përsëritura kanë nxjerrë në pah mangësi të thella
zbatimin e standardeve të sigurisë ushqimore, ku kontrollet në ferma, dogana dhe treg shpesh duken më formale se sa parandaluese. Sipas të dhënave të monitorimit, nga janari në shtator të vitit 2025, ishin mbi 23 ngarkesa me produkte bujqësore shqiptare të kontaminuara me pesticide mbi norm, kryesisht speca, domate dhe fruta të tjera, dhe 28 fermer u kallëzuan penalisht për përdorimin e pesticideve mbi norm apo të palicencuara, ndërsa disa farmaci bujqësore u penalizuan po ashtu me gjoba për tregëtim të produkteve të palicencuara ose të skaduara, por masat kryesisht mbetën financiare dhe jo sistematike për të parandaluar rreziqet në burim. Reagimet institucionale kanë qenë të përziera dhe shpesh retorike. Ministria e Bujqësisë dhe AKU kanë deklaruar se siguria ushqimore është prioritet kombëtar dhe pjesë kyçe e procesit të integrimit evropian, por zbatimi në praktik ngec. Dështimin për të garantuar sigurinë ushqimore e pranoi edhe kryeministri Edi Rama, i cili me sa duket pas 13 viteve në qeverisje nuk ja ka dalë të ndërtoj institucione që do të bënin të mundur arritjen e standardeve në këtë sektor dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Ai deklaroi ditë më parë se Shqipëria nuk mund të integrohet në Bashkimin Evropian nëse vijon të mbajë këtë nivel të sigurisë ushqimore. Vartësve të tij u kërkoi të merren masa dhe të shtohen kontrollet. Në qendër të këtij sistemi që shpesh dështon, qëndron Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, një institucion që teorikisht ka kompetenca të gjera, por praktikisht vuan nga paqëndrueshmëria. Ndryshimet e shpeshta të drejtuesve të AKU-s gjatë viteve të fundit kanë krijuar një institucion pa vazhdimsi strategjike. Së fundmi, në krye të AKU është emëruar Blerina Gjulameti, e cila nuk ja doli të siguronte një vend në parlament në zgjedhjet e vitit 2025. Ashtu si paraardhësit e saj, edhe ajo ka nisur të ndërmarrë reforma dhe të kryejë ristrukturime dhe intensifikim kontrollesh, por cikli i skandaleve ka vijuar, duke treguar se problemi nuk është thjesht tek individët, por tek modeli i funksionimit. Një nga dobësitë më të mëdha të sistemit është varësia nga reagimi dhe jo parandalimi. Shpesh analizat laboratorike kryhen pasi produkti ka dalë në treg, çka e bën gjithë procesin të vonuar dhe rrezikun real për shëndetin publik tashmë të konsumuar. Kapacitetet laboratorike janë të kufizuara, analizat zgjasin dhe koordinimi mes doganave, AKU-s dhe institucioneve të tjera është fragmentuar. Shqipëria është pjesë e mekanizmave evropian të sigurisë ushqimore, por në praktik vepron më shumë si përfituese e alarmeve nga jashtë sesa si aktore aktive në identifikimin e rrezikut. Qeveria nga ana e saj ka reaguar ndër vite me deklarata për forcim kontrollesh, shtim inspektimesh dhe parafrim me standardet e Bashkimit Evropian, por këto masa shpesh mbeten në nivel deklarativ. Nuk ka një raportim të rregullt publik mbi rezultatet e kontrolleve, mbi shkeljet e konstatuara dhe mbi masat ndëshkuese reale. Transparenca mbetet e kufizuar, duke e lënë konsumatorin në një gjendje pasigurie dhe mosbesimi. Rasti qumshtit për foshnjë e përforcon këtë ndjesi pasigurie. Kur bëhet fjalë për ushqimin e një fëmije, toleranca ndaj riskut është zero. Çdo vonesë, çdo mungesë informacioni dhe çdo reagim i pjesëshëm përkthehet në ankth për prindrit dhe në humbje besimi ndaj institucioneve. Ky rast ngre pyetje të drejtë për drejta. A kontrollohen realisht produktet sensitive përpara se të futen në treg? A ka kapacitete të mjaftueshme laboratorike për të zbuluar rreziqe të tilla në kohë? Dhe pse Shqipëria vazhdon të mësoj për rreziqet ushqimore nga alarmet e huaja dhe jo nga sistemi vet? Në thelb, problemi i sigurisë ushqimore në Shqipëri nuk është mungesa e ligjeve apo rregulloreve. Kuadri ligjor ekziston dhe është në masë të madhe i harmonizuar me atë europian. Problemi është zbatimi, kontrolli real dhe kultura institucionale e parandalimit. Derisa sistemi të kaloj nga logjika zbuluam tërhoqëm në logjikën kontrolluam nuk e lejuam të hyj, çdo incident i ri do të jetë vetëm një përsëritje e të njëjtës histori.